Zoti erdhi, vlezër, aleluja, që të ketë një popull të veçantë. Një popull krejt ndryshe, që të quhet populli i Zotit. Populli i Zotit, vlezër, nuk ka asnjë lloj lidhje me popujt e tjerë. Sepse populli i Zotit udhëhiqet nga fjala e Perëndisë. Ecën krejt ndryshe me ligje nga Perëndia, me rregulla që Zoti ju ka dhënë. Ashtu si në dhjatën e vjetër, vlezër, aleluja, që Zoti e nxori popullin e vet dhe ju dha ligje që të ishin krejt ndryshe nga popujt e tjerë, ashtu edhe populli i zgjedhur i Perëndisë sot, motra dhe vlezër, në dhjatën e re, ka një ligj në zemrën e tij, fjalën e Perëndisë, dhe ai që e do vërtet Zotin, vë në praktikë fjalën e Zotit, vlezër. Zoti thotë, është vërtet e ngushtë rruga, por të jep jetë të përjetshme. Dhe e ngushtë është rruga, vlezër, aleluja, nëse vërtet ne do të qëndrojmë në fjalën e Perëndisë, dhe kjo do të na bëjë të jemi popull i veçantë. Kur ne qëndrojmë në fjalën e Perëndisë, do të jemi një popull krejt i veçantë nga të tjerët. Do të bjerë në sy ky popull i Perëndisë. Ashtu siç binte në sy, motra dhe vlezër, në dhjatën e vjetër, dhe të gjithë kombet e kishin marrë vesh fuqinë e Perëndisë, se kush i drejtonte këtë popull, ashtu edhe sot, motra dhe vlezër, populli i Perëndisë i zgjedhur është krejt ndryshe, dhe aty në këtë popull, nëse qëndrojmë dhe zbatojmë fjalën e Perëndisë, do duket fuqia e madhe e Perëndisë. Dhe për të na mësuar, motra dhe vlezër, aleluja, se si mundet të jemi të frytshëm në këtë thirrje të Perëndisë. Zoti thotë, ju nuk mund të bëni dot asgjë nga vetja. Që do të thotë çdo njeri nga ne nuk mund të bëj dot asgjë, motra dhe vlezër, aleluja, nëse Krishti nuk është në te. Askush nuk mund të mburret, motra dhe vlezër, aleluja, nga të gjithë të krishterët, se çfarë ka bërë ai. Sepse asnjë gjë, thot Zoti, nuk mundet të bëj njeriu pa mua. E falenderojmë. Por që të jemi të frytshëm, motra dhe vlezër, në jetën tonë, dhe vërtet të jemi një popull që bie në sy në të gjithë të tjerët, më dishni me vëmendje, vlezër, aleluja, në faqen 128 në Gjoni, faqja mund të mos korespondoj, në Gjoni kapitullin e 15, vlezër. Do të lexojmë 7 vargjet e para. Ta ndjekim me vëmendje, vlezër, se çfarë po flet Jezu Krishti. Janë fjalë të Zotit që i drejtohet popullit të vet. Unë jam ardhia e vërtetë, dhe ati im është vreshtar. Çdo sherment që nuk i jep fryt në mua, ai e heq. Kurse çdo sherment që jep fryt, ai e krastit, që t'i japë edhe më shumë fryt.
ju tashmë jeni të pastër për shkak të fjalës që ju kumtova. Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju. Sikur se shërmendi nuk mund të japë fryt nga vetja, po që se nuk qëndron në ardhi, ashtu as ju nëse nuk qëndroni në mua. Unë jam ardhia, ju jeni shërmendet. Kush qëndron në mua dhe unë në të, jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Në qoftë se ndokush nuk qëndron në mua, ai idhet jashtë si shërmend. Dhe thahet, pastaj i mbledhin, i edhin në zjarr dhe digjen. Në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Amin. Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, aleluja, po mëson popullin e vet, të gjithë ata që e duan Zotin, se si mund të jenë të frytshëm në jetën e tyre. Se si mundet, motra dhe vëllezër, njeriu të jetë dritë në këtë botë. Se si mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, të jetë kripa e tokës. Ju thot jeni kripa e tokës. Ju jeni drita e botës, motra dhe vëllezër, aleluja. Bota dërgjet në errësirë, por populli i zgjedhur i Perëndisë është dritë në këtë botë. Dhe që të jetë një popull, motra dhe vëllezër, aleluja, dritë në këtë botë, Zoti na jep, motra dhe vëllezër, një mësim shumë të madh. Dhe këtu Zoti e lidh, motra dhe vëllezër, aleluja, me vreshtin. Që të gjithë arrim të kuptojmë, vëllezër, aleluja, për sa i përket vreshtit, se si funksionon dhe se si është i frytshëm një vresht. E krahason, motra dhe vëllezër, aleluja, unë jam ardhia e vërtetë dhe ati im është vreshtari. Vreshtari, motra dhe vëllezër, që kujdeset vërtet për vreshtin. Ardhia e vërtetë është Jezus Krishti. Dhe në Jezus Krishtin, motra dhe vëllezër, dalin shërmende. Çdo shërmend që nuk jep fryt në mua, vreshtari e heqë. Dalin shërmende, motra dhe vëllezër, aleluja, në një ardhi. Dhe vreshtari thotë, di, motra dhe vëllezër, aleluja, kush jep fryt dhe kush nuk jep fryt. Dhe ai thotë, e krastit shërmendin që qëndron në ardhi për të dhenë shumë fryt. Edhe e heq atë që nuk jep fryt, edhe e krastit atë që qëndron, motra dhe vëllezër, aleluja, që jep fryt. Për të dhenë fryt, motra dhe vëllezër, aleluja, për të gjithë njerëzit. Të jemi të frytshëm. E falenderojmë Perëndin, vëllezër, aleluja. Sa e domosdoshme është qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju, sikur se shërmendi nuk mund të jap fryt nga vetja. As ju nuk jepni dot fryt dot. Qëndroni në mua, në Jezus Krishti, në fjalën e Perëndisë, në këtë marrëdhënie, motra dhe vëllezër, aleluja, me Zotin, në bashkësi me njëri tjetrin,
Shpi më shpi e thyenin bukën, thot motra dhe vlezër, aleluja. Ishin të gjithë bashkë, çdo gjë e kishin të përbashkët. Shikoni se si funksiononte populli i Zotit, vlezër. Një popull i veçantë. Njerëzit, thot, që i rrethonin, shihnin në këtë popull që bëheshin mrekulli të mëdha. Shihnin në këtë popull dorën e Zotit. Në këtë popull shihnin, motra dhe vlezër, aleluja, paqen e Zotit. Shihnin gëzimin që ata kishin, motra dhe vlezër, aleluja. Kjo ishte dritë. E falenderojmë Perëndin. Dhe çfarë i bënte ata që të ishin dritë? Bashkësia që ata kishin në Zot. Ata ishin këmbëngulës, thotë, në zbatimin e mësimit të apostujve. Këmbëngulës do të thotë çfarë dëgjojmë, e vëmë në praktikë, jetojmë me fjalën e Perëndisë. Në marrëdhënie me Zotin, motra dhe vlezër, aleluja. Sa mund të qëndrojë krishteri në marrëdhënie me Zotin? Çfarë flet Zoti, motra dhe vlezër, për sa i përket marrëdhënies me Zotin? Sa mund të qëndrojmë në lutje, motra dhe vlezër, e falenderojmë Perëndin. Një orë me Zotin në lutje. 2 orë. Çfarë thot fjala e Perëndisë për marrëdhënien me Zotin? Fjala na mëson, vlezër, aleluja, as 1 orë, as 2 orë, por qëndroni vazhdimisht në lutje. Lutuni pa pushim. Fjala e Perëndisë na mëson, vlezër, lutuni pa pushim. Dhe vimë, motra dhe vlezër, në fjalën që po lexojmë, në shërmendi që të qëndrojë në ardhi dhe të japë fryt. Duhet që shërmendi të qëndrojë në ardhi, vlezër, aleluja, apo dega në pemë, duhet të qëndrojë vazhdimisht në pemë. Gjithmonë, motra dhe vlezër, aleluja, që të mund të sjellë kjo degë fryt. Duhet të qëndrojë në trungë, motra dhe vlezër. Çfarë ndodh po të qëndrojë në trungë, në ardhia? Ai lëngu që merr, motra dhe vlezër, pema, e shpërndan në të gjithë degët. Dhe degët marrin nga ky lëng, motra dhe vlezër, dhe sjellin fryt në pemë. E falenderoj. Nëse kjo degë nuk qëndron vazhdimisht këtu, a mundet të sjellë fryt, motra dhe vlezër, aleluja? Që të qëndrojë 1 orë dhe 23 orë të tjera jashtë trungut. Mundet të sjellë fryt një degë? Dhe Zoti këtë po na thotë. Na i krahason me pemën që të arrijmë të kuptojmë se sa e rëndësishme është jeta jonë me Zotin. Që të sjellim fryt, nuk mundet, motra dhe vlezër, aleluja, të jetojmë me Zotin vetëm të dielën. Me Zotin do të jetojmë 24 orë, vlezër, aleluja, çdo ditë. Që të jemi të frytshëm në jetën tonë. Sepse asnjëherë nuk kemi për të parë fryt, motra dhe vlezër, në jetën tonë, nëse ne nuk qëndrojmë vazhdimisht duke adhuruar Perëndin, duke qëndruar në Zot. Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju, sikurse shërmendi nuk mund të japë fryt nga vetja, po qëse nuk qëndron në ardhi, ashtu as ju nëse nuk qëndroni në mua.
Pse si jemi të frytshëm, lind pyetja vëllezër shpeshherë. Pse jemi në situata të vështira, vëllezër i krishterët, situata të tilla të vështira? Është pikërisht vëllezër aleluja, marrëdhënia jonë me Zotin. Nëse ne do të kemi një marrëdhënie me Zotin, do të kemi fuqi vëllezër aleluja për të përballuar çdo lloj vështirësie që do të kemi. Kur ne jemi të shkëputur nga marrëdhënia me Zotin, vështirësitë do të vinë. Por ne nuk jemi ndërtuar, nuk jemi të lidhur me këtë shkem që është Zoti, kemi ndërtuar shtëpi, vërtet, por nuk kemi lidhje, nuk kemi themel në shkem, por kemi ndërtuar në rreth. Dhe kur vinë prova nga më të ndryshme e vështirësi, do të vinë, thotë Zoti, do të frynë erërat, do të godasin të shtëpi fortunat, motra dhe vëllezër, aleluja, përrejnë, por ai që është i lidhur dhe themelet i ka në shkem, do të qëndrojë. Ai që ka ndërtuar në rrerë, do të bjerë, thotë, dhe dëmi i tij është shumë i madh. Do shkatërrohet. Është kaq shumë e rëndësishme, vëllezër, aleluja, të arrijmë të kuptojmë çfarë do Zoti nga ne. Marrëdhënien time me Zotin, si po e ndërtoj, vëllezër, aleluja, sepse ka të bëjë me jetën time, me jetën e përjetshme. Dhe Zoti erdhi për të gjithë, që të keni jetë, motra dhe vëllezër, aleluja. Jo për një pjesë njerëzish, por është zgjedhja e çdo njerit se ku do ta shpier veten. Është në dorën e njeriut, motra dhe vëllezër, të zgjedhë rrugën, sepse në këtë botë të gjithë janë mëkatarë. Dhe Zoti erdhi për të hequr mëkatin e botës. Ja qenjë që heq mëkatin e botës, tha Gjoni. Dhe kjo është vepra e Perëndisë për të afruar njeriu me Perëndinë, sepse dashuria e Perëndisë është kaq e madhe për njeriu. Dhe është në dorën e njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, të zgjedhë se ku do shkojë. Nuk u bën ferri për njeriu, vëllezër, aleluja. Dhe Zoti i çon njerëzit në ferr. Jo, vëllezër. Zoti nuk çon njerin në ferr. Zoti erdhi bëri një vepër të madhe që njeriu nuk flijua vetë, që njeriu ta shtirë në paras. Ky është lajmi, motra dhe vëllezër, aleluja, që shpërndahet sot në të gjithë botën. Kaq shumë e deshi Perëndia njeriu, motra dhe vëllezër, botën. Sa dha të vetëm lindurin bir, Jezus Krishtin, që kushdo që beson në te, të mos u mbas, por të ketë jetë të përjetshme. Ky është lajmi sot, motra dhe vëllezër, aleluja, që duhet të shpërndahet, që njerëzit të kuptojnë dhe të marrin vendim. Lajmi i mirë nuk mund të shkojë njeriu dhe të u mbasë, por mund të shpëtohet nëpërmjet këtij flijimi të madh që Perëndia bën. Është zgjedhja e çdo njeri që e dëgjon sot fjalën e Perëndisë të marrë vendim, vëllezër. Unë jam mëkatar, të gjithë, dhe Zoti erdhi për mëkatarët. Zoti erdhi të çlirojë, motra dhe vëllezër, aleluja, njerëzit nga mëkati, që i çon në vdekje. Mëkati e çon njeriu në vdekje, vëllezër, aleluja. Dhe Zoti erdhi u flijua që këtë mëkat ta kryqëzojë në trupin e tij, dhe ti pa mëkat të shkosh të takohesh me Perëndinë përgjithmonë. Ky është vullneti i Perëndisë, vëllezër. Ç'vlerë ka njeriu, thotë fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja, nëse do të ketë gjithë të mirat e kësaj bote dhe do të humbë shpirtin e vet?
është vlera e kësaj bote, kur ti sot do të marrin shpirtin i ta. O i marë, për çfarë mendon për jetën tënde? Mendon si ti pëlqej Zotit, të ndërtoj shtëpinë time në shkend, dhe nga mua, thotë Zoti, ky njeri do të konsiderohet me një njeri të zgjuar. Apo të ndërtoj në rrë, motra dhe vlezër, aleluja, si gjithë të tjerët, dhe kur të vinë fortuna, prova, nga më të ndryshmet, si për atë që ndërtoj në rrë dhe për atë që ndërtoj në shkend, do të vinë njësoj prova. Njeri të qëndroj, motra dhe vlezër, aleluja, kurse njeri u shkatërua. Faji i kujt është, motra dhe vlezër, aleluja? Faji është zgjedhja ime. Çfarë vendosum për veten time? Unë jam ardhia dhe ju jeni shërmendet. Kush qëndron në mua dhe unë në te, jep shumë fryt. Sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Kemi lexuar, vëllezër, në fjalën e Perëndisë që shumë profetët, shumë njerëz në frymërorën, vëllezër, aleluja, në ditën që u takuan me Zotin, thanë, Zot, po a nuk bën ne, a nuk shëruam ne në emrin tënd, a nuk nxorëm demonën ne në emrin tënd. Zoti thotë, nuk ju kam njohur. Pse thotë Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk ju kam njohur? Sepse marrëdhënia e tyre me Perëndinën, motra dhe vëllezër, aleluja, është e shkëputur. Zoti të gjithëve na ka dhënë dhunti. Dhe çdo njeri, nëse do ta vërë në punë dhuntin që i ka dhënë Perëndia, ai shërben, motra dhe vëllezër, aleluja. Ai është i frytshëm. Nuk matet dhuntia e njerit me tjetrin, motra dhe vëllezër, që bën njeri do të bëj dhe tjetri. Jo. Njeri ka një dhunti që të lutet vazhdimisht, të qëndrojë në lutje, e falenderojmë Perëndinë. Dhe shpihet gjithë vëllezërit në praninë e Zotit. Një tjetër ka dhunti profecie, zëri i Zotit flet, motra dhe vëllezër, dhe të gjithë ndërtohet. Një tjetër ka dhuntin e mësimit, jep mësimin dhe kuptohet, motra dhe vëllezër, fjala e Perëndisë. Një tjetër ka dhuntin e organizimit, organizon, motra dhe vëllezër, gjithë tufën, gjithë kishën, që të jetë në unitet. E falenderojmë Perëndinë. Ka shumë dhunti, motra dhe vëllezër, aleluja, që vinë nga fryma e Perëndisë. Dhe nëse do të funksionojnë në këtë marrëdhënie me Zotin, do të sjellim fryt. Nëse të gjitha këto dhunti nuk janë, motra dhe vëllezër, aleluja, në këtë marrëdhënie me Zotin, nuk janë të frytshme, vëllezër, aleluja. Dhe Zoti thotë, nuk të kam njohur, sepse nuk ka funksionuar ajo që Zoti të dha. Prandaj thotë, pa mua, ju nuk mund të bëni dot asgjë. Lavdi e emrit të shenjtë. Unë kam frymën e shenjtë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk është kjo lidhje me Perëndinën? Fryma e shenjtë, vërtet, vëllezër, aleluja, na është dhënë nga Perëndia për të qenë të frytshëm, për të qenë gjithmonë në këtë marrëdhënie me Perëndinë. Ai është ngushëlluesi që do t'ju dërgojë, tha Jezus Krishti, dhe do t'ju kumtojë të gjitha gjërat që unë ju kam thënë. Do t'ju zbulojë fjalën e Perëndisë. Fryma e shenjtë. Si ne jemi në marrëdhënie, vëllezër, aleluja, me Zotin?
Nëse vërtet ne do të përpiqemi të ecim sipas fjalës të Perëndisë. Është ngushtë rruga, thotë Zoti, që të ecësh sipas fjalës të Perëndisë. Por unë do t'ju jap forcë, frymën e shenjtë që ju të qëndroni. Kush qëndron në mua dhe unë në të, jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Ai që qëndron në mua. Zoti na thiri vëllezër, aleluja, na dha dhunti, na dha frymën e shenjtë. Dhe kjo nuk është thjesht, vëllezër, aleluja, vetëm për mua. Sepse na sjell një shembull tjetër në fjalën e Perëndisë të talentit, që Zoti i dha secilit sipas mundësisë që Zoti shihte, dhe njeri e bëri 10, njeri i bëri 4 ato 2 që i dha, dhe njeri e fsheu. Nuk mund të japë fryt, thot motra dhe vëllezër, aleluja, ky njeri. Dhe ne e dim fundin. Gjitha dhuntit dhe talentet që na ka dhënë Zoti, na i ka dhënë për të qenë, për të ndërtuar, motra dhe vëllezër, aleluja, me njëri tjetrin, për të qenë një familje, motra dhe vëllezër, aleluja, në frymën e Zotit, për të qenë një popull i zgjedhur nga Perëndia, që njerëzit të shohin dhe t'i japin lavdi atit që është në qiell. Për këtë popull të zgjedhur nga Perëndia. Në qoftë se ndokush nuk qëndron në mua, idhet jashtë si shermen. Nëse dikush nuk qëndron në Zot, motra dhe vëllezër, në marrëdhënie me Zotin, idhet jashtë si shermendi. Vreshtari heq, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ai idhet jashtë, sepse është i pafrytshëm. Nuk mund të sjellë fryt nëse nuk qëndron në ardhi. Dhe nëse nuk qëndron në mua, thot vreshtari, thot motra dhe vëllezër. Idhet jashtë si shermendi dhe thahet, pastaj çfarë do ndodhë? I mbledhi të thata të motra dhe vëllezër. I edhin në zjarr dhe digje. E imagjinoni, vëllezër, çdo të thotë të thahet një njeri që nuk qëndron në Zot dhe të merret dhe të hidhet në zjarr. Ky është qëllimi i Zotit. Asnjëherë. Qëllimi i Zotit është të jemi të frytshëm. Që të jemi të frytshëm, Zoti do të qëndroni në mua. Në qoftë se qëndroni në mua, ka një përgjigje Zoti, vëllezër, shikoni. Dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Nëse ju qëndroni në mua, kam një marrëdhënie me Zotin. Të kesh marrëdhënie me Zotin do të thotë të kesh gëzim, vëllezër. Nuk ka marrëdhënie me Zotin dhe ti kesh trishti. Nuk mundet, motra dhe vëllezër, aleluja. Trishtimi vjen nga pasiguria, nuk jemi të sigurt, vjen nga frikrat, motra dhe vëllezër, nga gjërat që ndodhin që dëgjojmë rreth e rreth, dhe shumë do të dëgjojmë akoma më shumë. Por edhe Zoti për këtë na jep përgjigje. Ne po ecim mbi një det ashtu si Pietri. Dhe nëse do dëgjojmë çfarë thonë njerëzit, më falni vëllezër, do të bien, do të rrëzohen. Por nëse do të shohim në Jezus Krishti, do të ecim mbi këtë det. Është e vështirë. Nuk mundet logjika
logjika e njeriut ta mendoj vëllezër aleluja që njerëzit do të ecin mbi det. Por Zoti tha, sa kohë ti më shikoni mua, Pjetër, ecën mbi det. Dhe këtu thot, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Në fillimet e besimit tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, shikoni vetëm Jezus Krishtin. Dhe çfarë do gjë që i kërkonim Zotit vëllezër, aleluja, Zoti na përgjigje. Lavdi Zotit. Dhe mrekulloheshin dhe jepnin lavdi Zotit. Dhe vraponin të takoj Zotin. Vraponin vëllezër, aleluja. Po sot dashurin tënde të parën e letët, Zotit. Nuk jeme si që ishe më përpara. Dhe mua asnjë gjë tjetër nuk më intereson, thot Zoti, se çfarë bën ti nëse në zemrën tënde nuk ka dashurinë e parë. Pendo. Dhe ktheu, thot Zoti, se do vi të los shandanin tënd. Çfarë bënim në dashurinë e parë, vëllezër, aleluja? Shikonim vetëm Jezus Krishtin. Nuk na intereson të vëllezër, aleluja, asnjë gjë për rreth nesh, dhe nuk shikonim për rreth nesh çfarë bëj. Vetëm gjërat e Zotit shikonim, vëllezër, dhe gjenim kënaqësinë i gjërat e Perëndis. Po sot, vëllezër, aleluja, e ndjejmë me atë që ndjenim në fillim. Sepse në fillimet e besimit tonë, vëllezër, lavdi Perëndis, asnjë lloj gjëje nga bota nuk hynte dot në zemrën tonë. Ne nuk dëgjonim dot asnjë këngë, motra dhe vëllezër, aleluja. Ne nuk dëgjonim dot asnjë lloj gjëje, motra, vëllezër. Kurse sot, prandaj Zoti thot, vëllezër, keni kujdes. Do të vi, do të gjej besim, do të gjej atë dashuri, sepse Zoti është dashuri. Si mund të themi kam Zotin brenda vetes time dhe unë s'kam dashuri? Dhe ne s'kemi dashuri, motra dhe vëllezër, aleluja. Zoti thot, lutuni pa pushim. Për vëllezërit tanë, për familjarët tanë, për njerëzit tanë, për popullin tonë, motra, për qeveritarët, lutuni pa pushim. Që të lutesh duhet të kesh dashuri, vëllezër. Pa dashuri nuk mund të lutesh. Duhet ta duash, motra ime, vllai im, aleluja. Duhet të kesh dëmshuri për të gjithë njerëzit që janë rreth nesh. Ai që ka dëmshuri lutet. Dhe Zoti përgjigjet. Lavdi Zotit, vëllezër, aleluja. Nëse do të qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet nëse qëndroni në mua. Prandaj gjithsecili shohim veten, vëllezër, aleluja, qëndroj aty ku do Zoti. Le ta shikojmë secili veten në fjalën e Perëndis, vëllezër. Jo të shmendoj unë, jo logjika ime, vëllezër, aleluja, pasqyra ku unë shikoj veten është fjala e Perëndis. Jam ashtu siç thot Zoti, po eci. Në mos po mashtroj veten. Po gënjej veten, vëllezër, aleluja. Do vi ora e ardhjes të Zotit dhe Zoti do thotë nuk të kam njohur kur. E imagjinoni, vëllezër, aleluja, të vi kjo orë dhe Zoti na lajmëron, unë po vi, thotë Zoti. Çdo njeri që e ka këtë shpresë të shohë Perëndinë, le ta pastrojë veten. Le të fillojë, motra dhe vëllezër, sot të kontrollojnë veten vazhdimisht në fjalën e Perëndisë.
Falë më Zot, se nuk jam aty ku do. Dhe asgjë për Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja. Dashuria e Perëndis falë. Dashuria e Perëndis na fton të gjithë. Eja tek unë. Dhe ai do ta bëjë këtë vepër, vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Prunësia dhe thjeshtësia në praninë e Perëndisë do të bëjmë vepër, vëllezër. Do bëjmë vepër që i pëlqen Zotit. Prandaj ai që vërtet e do Zotin, vëllezër, aleluja, le të kërkojë nga Perëndia fuqi. Le të kërkojë nga Zoti, vëllezër, aleluja, që Zoti ta udhëheqë dhe ta drejtojë. Dhe asnjëherë Zoti thot, nuk kam për të braktisur, thot. Unë jam gjithmonë pranë teje, thot. Dhe pres që ti të më ftosh, thot Zoti, dhe unë të veproj. E falenderoj Perëndin. Zoti ta veprojë.